Në kuadër të mbylljes së muajit tetor, që njihet edhe si muaj roz, stafi i Spitalit Rajonal Tibër organizoi një aktivitet sensibilizues. Fushata ndërgjegjësuese për luftën kundër kancerit të gjirit ka nisur që prej fillimit të muajit dhe bëhet çdo vit. Në aktivitetin organizuar në ambientet e Spitalit Rajonal, u demonstruan edhe vizita që bëhen nga gratë dhe vajzat nëpërmjet aparaturës së mamografisë. Drejtori i Spitalit Rajonal Tibër, Rushdi Teta, tha se ky muaj duhet të jetë shembull të gjithë vitit për të treguar më të kujdesshëm ndaj vetes. Është ndërgjegjësimi për pjesën e kancerit të gjirit. Mesazhi im që është që sensibilizimi të vazhdojë, kontrollet periodike të vazhdojnë. Mbështetja e stafit spitalor kurdoherë do jetë për të gjitha gratë, jo vetëm të bashkisë Dibër, po edhe më gjorë. E pranishme në këtë aktivitet ishte edhe sekretarja e përgjithshme e prefekturës Dibër, Donika Hysenaj, e cila u shpreh se ndërgjegjësimi duhet të vijojë për të gjitha gratë dhe vajzat e Dibrës. Mua më vjen mirë që një numër i madh mamografish, siç e tha edhe drejtori atje, mbi 700 gratë të cilat kanë bërë mamografin, që është falas në spitalin ton, por njëkohësisht që dyshohet për 15 gra dhe shpresoj që doktoresha ta ketë parë gabim atë mamografin aty në 15 grave, të cilat kanë shku për një depistim apo ekzaminim më të hollësishëm në Tiranë. Ju përgëzoj për çdo ditë, kështu që unë ju përgëzoj për çdo ditë që bëni. Një nga infermierët që po lufton ende me sëmundjen e kancerit të gjirit është Elsa Sadaj, e cila inkurajoi të gjitha gratë që të bëjnë kontroll të hershëm të gjirit. Para një vit e gjys u diagnostikova me tumor. Të kesh tumor nuk do të thotë se është fundi botës. Pa qëllim, ditën e parë që u vendos dekori aty në hyrje të spitalit, kam shkruar para dhe kam shkruajt mesazhin që një diagnostikim i hershëm shpresë për jetën. Edhe nëse gjërat do kapen në kohë, atëherë jeta vazhdon. Nuk di çfarë të them, jeta është e bukur, prandaj nëse ti do vazhdosh, do kapësh gjërat në kohë, edhe benefitet janë shumë.